Elvis Qitaku është ushtari më i mirë i vitit i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ai triumfoi në garën ndërkombëtare për ushtarin më të mirë të vitit 2026 të organizuar nga FSK-ja dhe me pjesëmarrje nga vendet partnere të NATO-s. Vendin e parë nga ushtrit e tjera e mori ushtari Hilmala nga Forcat e Armatosura të Shqipërisë. Në garë morën pjesë 44 ushtar, 22 prej të cileve pjesëtar të Forcës së Sigurisë së Kosovës, ndërkaq të tjerët janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar, Italia, Kroacia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ata në teren zbatojnë urdhra, mbajnë disiplinë dhe garantojnë realizimin e misionit. Ajo që kemi parë gjatë kësaj gare është pikërisht ky standard për kushtimi pa lëkundër, disiplinë e hekurt dhe shpirt luftarak i secilit garues. Gara ka për qëllim testimin e aftësive fizike dhe ushtarake të pjesëmarrësve, duke përfshirë sfida të ndryshme që kërkojnë qëndrueshmëri, disiplinë dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Për ushtarët, kjo garë ka rëndësi të madhe për forcimin e kapaciteteve profesionale, por edhe për rritjen e bashkëpunimit me ushtrit aleate. Është çmim shumë special sepse jam zgjedhur për regjimentin e dytë për një selektimi që kena bërë mes ushtarëve dhe kam arritur që me përfaqësu regjimentin e dytë që është më smirte. Gara ka qenë mjaft sfiduese, pjesëtarët kanë qenë përgatitur gjithë edhe ka qenë ndjenjë mirë me marrë pjesë dhe ndjenjë edhe më e mirë për me fitu garën. Gara shkoi shumë mirë, konkurenca ishte shumë e fortë, mirëpritja ishte mirë, çdo gjë ishte transparent. Gara ndërkombëtare për ushtarin më të mirë nisi me 13 prill dhe u përmbyll sot me një ceremoni në kazermen Adem Jashari, ku u shpërblyen edhe pjesëmarrësit e tjerë.